1.000 të pathëna. Ti I këbefas në përshteg të ëndrës. Këta I mbetet të nata, zhytur në zi, që 1.000 të pathëna I tha hënës dhe puthi në balë në përmagji. Ti fle dhe shtigjeve në tonë për mbire, me varkyesh në për brigje dëshirash. Unë përpëlitem në për ankth e pafre, ta shtyp vetmi në glabëruar errësirash. Dhe të dy ngjajmë hije në për natë stepur. Dikush në ëndër, tjetri ankth pafre. Po mëngjesi vjen dhe nata do jetë mekur. Dhe rrezet do të puthen në përthjere. 1.000 të pathëna nga Adem Xheladini, Vjeshtë e grisur. Libri. Pak fjalë për poetin. Vjeshtë e grisur është një penelat vargjesh me ngjyrat e vjeshtës, plot imazhe të fjalës artistike, që për poetin është e shenjtë, e plot magji, e shije jete. Frymzuar vendlindjes së tij të bukur kërçovës në stinën e simfonisë së gjetheve me melodinë e kujtimeve nën motive shiu plot dëshira të fjetura. Autori vjen me përsosmëri vargu dhe pjekuri artistike të komunikimit mes impulseve të brendshme dhe reflekseve nga jeta me autorofim, gjithë ngjyrime ngarkesë figurative që të emocionon me elegancën e përcjelljes së ideve e ndjenjave të bukura. Pra, Adem Xheladini është poeti I lirizmit universal me fjalën e përkor plot shpresë. Marieta Shatro Rapaj, poete shkrimtare përkthyese. Adem Xheladini.